është diçka që mund të më sjellë vetëm përfitime. Sigurisht, në ndeshjet e para duhet të mësohesh dhe të mësosh lëvizjet, por nëse filloj në të majt, mund të tërhiqem dhe të provoj lojën time, tha sulmuesi shqiptar. Pas barazimit kundër Sud Tirol, sulmuesi i Çezenës, Kristian Shpendi, foli për rolin e ri që i ishte përshtatur nga trajneri Ashley Cole pas mbërritjes së tij në stol. Një rol që, siç shpjegoi anglezi, të kujton Thierry Henryn, i cili luajti për krah Cole për një kohë të gjatë te Arsenali. Shpendit ju hoq goli dhe ju quajt autogoli i Davit. Megjithatë, ai e detyruar kundërshtarin të shkaktonte autogol. Personalisht, jam i lumtur që u ktheva në port dhe mendoj se shënova. Nuk mendoj se topi shkoi plotësisht në rrjet pasi mbrojtësi e preku atë, shpjegoi Shpendi siç raportohet nga Il Resto del Carlino. Mendoj se luajta një ndeshje të shkëlqyer dhe mendoj se e gjithë skuadra bëri një performancë të shkëlqyer. Zëvendësimi? Askush nuk është i lumtur kur zëvendësohet. Të gjithë duam të luajmë sa më shumë të jetë e mundur, por është vendimi i trajnerit, të cilin e kuptoi 100%, përfundoi ai.